të emisionit Bardhazi, mirë se keni mbritur në këtë të premte live këtu nga ABC News, në emisionin tuaj të preferuar Bardhazi, sepse ky emision është si tutkalli që po të ngjit nuk të shqitet fare. Po abonuat në kanalin tonë YouTube, do kënaqeni se dhe pa para është, kështu që i keni falas gjitha. Shkojmë në rubrikën tonë të preferuar dhe natyrisht të YouTube-save tanë dhe të ndjekësave tanë në televizion, sepse u martua i shkreti se nuk hekuroste do të këmishën. Dhe po ta shohësh tani, hekuros dhe gjithë fustanet e gruas. I ziu. Ore, nuk më kujtohet fare. E hoqa unë hekurin nga prisa? Kjo s'të kujtohet ty, po qa më ke thënë para 12 vjetësh, kur u zumë, atër e mbanë mund t'jedhë. Ja, se arroja dhe. Po, atë se arroja, po këtë e arron. Jeta është shumë e bukur. Sa herë mundohesh të kursesh 50 euro, të del në një shpenzimi papritur dhe shpenzonja 500 euro. Orion, çfarë gruaje do kishe dashur në jetën tënde ti? Një grua paranormale. Çfarë more, çfarë do të thënë kjo? Që të ketë para dhe t'jetë normale. A e dini pse shqiptari nuk bëhet kur pilot avioni? Ha, more. Se nuk ri do të panxirë dorën nga xhami, o vlla. Jemi live në emision, mos na merrni në telefon, ju lutem se nuk përgjigjemi dot. Mirë, një bjonde i thot tjetrës, bëra dhe unë një vrim tjetër në vesh. I thot kjo, po si me 2 vrima dëgjon më mirë tani? Po s'ta ka gjetur. Ai momenti kur je shumë i lodhur për të shkuar në punë, shumë i varfër për ta lënë punën dhe shumë i ri për dalë në pension. Ashtu, ha? Kështu. Ka ardhe i momenti? Jo, po më ikën. O shoku, si ke punët me femra ti? Njësoj si me policët. As i ngas, as më ngasin. Shqiptari, kur është me makinë, shanë këmbësorët. Kur është në këmbë, shanë shoferët. Burri dashur, tani që mora patentën, do t'i jap unë makinës kur t'jesh i dehur. Më vraftë zoti po pjeva më një pikraki. Vjetë makina në dorë. Gëzuar me lajthiza, me ujnë tonë të preferuar dhe pije në roze. Jo, ajo është shisha ime. Kjo është shisha ime? Po, po, sepse kjo është shisha ti e mbarove një. Kjo është e imja, po. Kjo është e imja. Po mirë dhe, nuk të dele jote, pi dhe timen. Jo, se është fati im këtu. Dhe unë them që mbasi të ndisht një Bardhazin, që mbarojmë rreth orës 11 e pak, 23:00, ndjes, të bëjmë që gjumë në ato dyshekët fantastik Dorelan, sepse është gjumi i ëndrave, ju filtron këshu, ju bën gjithë të nesmen. Një gjumë në Dorelan dhe ndijeni perfekt. Një gjumë në Dorelan është si kur fle në bjeshk. Kemi mesazh tjetër? Kemi një mesazh fantastik. Kush? Mesazhi është nga... Një mesazhi? Po. Njërë. Unionet Western Union uron të gjithë besimtarët katolik gëzuar Pashkët. Le të sjellë kjo feste shenjtë më shumë dritë, shpresë dhe gëzim në zemrat tuaja. Transfertat bëhen me Unionet Western Union me një buton në celular, me UPay Albania dhe fitoni edhe 1.000 lek. 1.000 lek dhe mund se 100 janë, po 1.000 lek për çdo veprim që kryeni. Me aplikacionin UPay Albania mund të dërgoni para në 200 vende të botës dhe nëse një familjar ju dërgon juve para, i merrni direkt në aplikacion dhe i përdorni si të doni. Dhe duke përfituar nga ky rast, ne kemi mundësinë të urojmë të gjithë besimtarët katolik gëzuar Pashkët, sepse kemi një fundjavë të gjatë Pashkës, ku ka më bukur se... Po, pra, bëri mirë Unionet... Këtë javë dhe javës tjetër, që janë Pashkët ortodokse. Bëri mirë Unionet Western Union që na kujtoi për këtë gjë, sepse Unionet Western Union është kudo dhe kurdo pranisht. Burri dashur, apo e bëm? E tham të, iku burri dashur. Mori dashur lek. A jemi grindur gjë bashk? Po çfarë të kam bërë që ti nuk vjen më tek mua? E atë nisim dhe njërë nga e para. Inshallah po të dëgjon. Po. Doktoresh, më thuaj në cilin pavion punon, se do vi të shtrojmë vetëm për ty. Ashtu, ha? Unë jam tek morgu. Qa thua? Na o që shafe direkt. Kur je 30 vjeç, zgjohesh dhe bën dashuri. Kur je 40 vjeç, zgjohesh dhe bën kafen. Kur je 50 vjeç, zgjohesh dhe falenderon Zotin që je gjallë.
Pra, unë jam të 40 që bëj kafen, po ti... Unë... Do kisha qef Jete 50, falemderit o zot. Te 30, apo. Nëse një femër të jep kodin e Instagramit, dije se ajo të do me të vërtet. Por nëse një mashkull të jep kodin e Instagramit, dije se ai ka dhe një 10 Instagram e tjerë. Pra pas këtë tjerë ti, more. Po prap ti, more. Po pak fare, më pse, në djetë? Ore shok, po na shasti se fare, mo shko ke shtëpia jote, po se ngele ke katim. Çfarë bëni ju në kohën e lirë, sepse unë kam bler një tapet me hartën e botës dhe shkoj ulem në secilin shtet. Kështu për qef. Lumë si ti. Babi, si e njohur me mamin ti? Në Facebook të ke qenë babi. Më shau në një koment dhe që aty nisi tragedia jetës time. Po. A do të luajmë sylla mbyllë si zemra? Po më gjete, jam e jotja për gjithë natën. Po së gjeta? Aty më ndolap jam. Goca, mos u martoni me burra që kanë emra lumesh. Se dali nga shtrati fare. Këshill me vënd, këshill me vënd. A e diti pse u vodhën votat? Jo, nuk e kam iden, me gjithë ato e di shumë mirë. Komisionerve u thanë, ruani votat. Ata e dëgjuan nga bim, kujtonë se u thanë, ruani votat. Edhe i bën, i fshim fare. Po pse, more, palo burë më tradhton akoma? Po jam i zëmra, unë të kam ty, ti më ke mu. Ajo s'ka asnjë. Vjen keq ty, ha? Me çfarë gruaje do doje të martohesh e tjerë, jo? Çfarë lloj gruaje? Me një që ngjan hënës. Sa bukur, sa romantike. Si hëna, ha? Po. Sa bukur, ha? Jo, ma jo. Dua një që të dalë natën edhe t'ikin mëngjes. Ajo do jetë gruaja e ëndrave, sa bukur. Atë mungon dikush ty Erion? Po, shumë. Po, pse nuk flet me të? Po se leku nuk flet. Mirë, s'ka gjë, fol me xhepin ti. Pyet e njërë, ku hike, ku erdhe, ha? Nëse do të kishte mbetur gjysmore kohë, çfarë do të bëje më shpejt në jetën tënde? Do bëja dashuri me ty, zemër. Ashtu, ha? Po nëse do të kishin ngelur dhe 29 minuta, çfarë do të bëje akoma? Atë s'di ta them. Mirë, unë them mbas rubrikës pse, që natyrisht